Me një eksperiencë 15 vjeçare të fituar në Greqi në fushën e frutikulturës, fermeri Dilaver Hoxha është kthyer në një shembull suksesi për zonën. Në pemishten e tij, puna dhe përkushtimi janë të përditshme, ndërsa kujdesi ndaj bimëve mbështetet kryesisht në përdorimin e pleut organik, çka sipas tij ka ndikuar drejt për së drejti në cilësinë dhe prodhimin e këtij viti. Dilaveri shpreh të kënaqur me ecurinë e sezonit, duke theksuar se kushtet e favorshme dhe puna e vazhdueshme kanë sjellë një prodhim të mbar. Krah atij në çdo proces qëndron bashkëshortja, me të cilën ndan punët e përditshme në fermë deri në periudhën e vjeljes. Historia Dilaver Hoxhës tregon se kur përvoja, përkushtimi dhe dashuria për tokën bashkohen, bujqësia jo vetëm që mbijeton, por shkëlqen, duke u kthyer në një burim të qëndrueshëm të ardhurash dhe zhvillimi për familjen dhe komunitetin. Të nderuar teleshikues, sot ne kemi ardhur në bashkinë e Peqinit, pra në zonën e Peqinit apo rrethin e Peqinit, në fshatin, në lagjen Çelepie, fshati Kurtaj, të Gjoce. Apo jo? Po, qendra administrative Gjoce. Fermeri Dilaver Hoxha. Dilaver Hoxha. Atëherë, Dilaver, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Sa dylym keni pjesë? Unë të rre kam 6 dylym e 750 metra, pa marësi se unë kam futi e 50 të me kajsijet, po nuk ka problem se pa njëjtë proceso. Kjo është frutikultura, dhe më thonë, unë kultivoj rreth prej 10 vitesh që në viti 2000, pjesë se kam marrë eksperiencë. Afrojmë aty tek Këtë si përfaqe keni mbjellë me pjeshkë. Po. Kjo është pjeshkë e re, viti 5, edhe kam pas pjeshkë tjera, i shkulla, nuk ishte rezultat ma, edhe futa të lloj varieteti skarlet, po është ka venus të dytë, jene të atë bim, edhe ma tanë kam venus parën, e i vjetër e i, po jep. Këtë disa varietete. Janë 2 varietete venusës, o i varieteti i parë, i vjetër, po jep rezultat, edhe ky skaleti, po, skaleti i ri, kur piqet ky bën korrekt nga data 15-20 korrekt. Pra do dhe i muaj, rreth një muaj, po. Edhe kam eksperiencë nga Greqia, so kam net 15 vjet Greqi, kam punuar frutikulturë, jam marrë me pentarinë e tjera, zonë verës. Zonë verës. Zakonisht zonë verës është komplet e kompletuar si puna muzikale. Kompletuar me pjeshkë. Unë pjeshkë, kajsi, kumlla, me fjalë, i ka të gjitha, frutikulturë. Do më honë edhe 15 vjetë Greqi. Ke përvojë? Kam përvojë. Po këto fitanët ku i ke marrë? Këto fitanët unë zakonisht si kalem i ka marrë ke kuptim qele këni i pim, si sërë këto i ka marrë kë Albert në Tiranë, në Albert e Pezës. Nëse ke marrë këtu, në Shqipëri? Po, Shqipëri. Po ke pas rezultate me këto? Kam pas. Për shumë vitin e kaluar, sa kuntal more? Unë tu me këtë përsel ka marrë rrap 20 kuntal. 20. Sa dylym? Të janë 20 kuntalshin. Janë 230 bim. 230 bim. Janë 3 dylym i gjysë, po ku e gjamë. Po. Edhe jemi knaqëm, me thonë realiteti. Ke pas leverdi? Kam pas leverdi. Nuk kem, do më thonë, për shërbeve, zakonisht pëjme se pëjme të tërgon vetë fakti që jene fizike ka. Po, jene të mirë. Jene fizike ka. Qa shërbime si ke ba? Në pari, unë zakonisht i hedha penë organik, në 8 orë në ndorë. Po këtë vit nuk e shvezova se i kam hedhë 2 vite rjesht, nuk ka nërë shumë, do më thonë. Pra do i vit po, i vit po. Edhe kam përdorë plenë kimik, zakonisht plenë bazë. Po, plenë bazë. Ato 3-6 mëjtë ato bazë, janë 3-5 mëjtë dhe ke përsi janë të ndryshme ata, janë të ndryshme. Edhe me këto kam lënë drejtë. Po plenë organiku i ke siguruar? Plenë organiku kam siguruar, kam di. Se në parë kam pas lopë vetë, faktisht kam pas 5 lopë. I ka pas qenë Zejat e Dej, pa të keshë nju, Zejat e Dej ka pas punu me shëllqatën në Tirana. Edhe
na bide lop në Irlanda. Kam pas lop në Irlanda, me kapacitet lartë, qumsh, 35, 40. Jo kështu lop veni. Pse ishi dhe, apo nuk kishe më levërdi në atë kohë? Më 350 lekë nuk me levërdisë. Ka vlerë, tani, cibe dhe është. Në i sipërfaqe Po, rrethore, dhe hore për kjakës edhe mbulon. Edhe mbulon. Po, pasaj Edhe qa... edhe tash i pritë që edhe një plenë të dytë. Qa plenë dhe? Do përdora, më shumë do përdorit kalciniti. Kalcinit. Kalciniti ka këtë rritin e kokrës, Po? edhe forcimin e kokrës. E rrit kokrën, po nuk e zbut. Po, E ma po të fortë. ka karqëm për në i qëvët. Po, po e pa tjetër. Kalcinit, po, e forcon. E forcon. Me këto, spërkatit jenë me program. Spërkatit jenë me program. Sa spërkati i bën gjatë vegetacionit? Ka gjatë mujt, të në shkojnë spërkatje, ka që vetë 3 spërkatje, gjatë mujt, ka spërkatje me 2, për ka spërkatje i vetë dhe 4. Se ti e bon për shembull sot, ta zonë shiu, nesër, ti dhe e do dërumën prap, ta bosh që se shikon, po të shikosh në gjithë, pandë ti jepë që i panoram, në stave, gjitha, nuk kanë as i lloj, Nuk kanë as i lloj smundje. as i lloj shqetësimi, Po. as i lloj shqetësimi, qoftë për mort, Po, qoftë për me i mong, qoftë për kërkimi dhe bëhet të diti me, se janë bo për kërkim të janë bo, po dhe bëhet prapë se kërkimi dikon, mos ne më vonë, dhe filloj kalximi. është shfaqe ajo smundja, ai dëmtuesi i hën këtu kokët, vitën kaluar. Vite kaluar, neve nuk kemi pas në e lloj insekti. Nuk kemi pas, ja. Faktikisht, Ke pas pasë. jo. Ajo fillon mas 15 gustit, Po. e miza jo, ajo degeneron. Po. Mas 15 gustit ajo, dhe më thonë, dhe jetë të dërumën dhe henë 3 ditë i bos përkatje. Pra ata që kanë pjeshk që piqen në këtë lloj periudhe, pas 15 Mas 15 gustit ajo henë fillon miza. Fillon miza. me çat mjete është për këtë, ke mjetë Me turbinë, jo, me tjertë. Për momentin me tjertë. Ka më zotore vetë, po nuk e përbollojnë turbinën, a i sa duhet. Sa litra solucion harxhon? Unë të rëgjoj me këtë Për shembull, përsit, 3 dylëm me çaj që keti. jo, përdojnë bashkë me të tjetë, më tonë. Sa dylëm gjithsej? Të janë 6 dylëm me 750. 7 dylëm. Sa litra Unë solucion përdoj për të? 600 litra, e bilet edhe të përën. Pra 100 litra vësish Po, për 100 dylëm. litra për dylëm. 100 mirë. 100 litra për dylëm. Se shiko, ka i gjënë që për shembull përdorin sasi të pakët Paka, nuk e mjafton. solucioni, por duke rritës me gram ose me kilogram për hektar. Po, Për shembull, dylëm. Ti mund të jesh ma pak solucion. po, Natyrisht ke edhe ma pak herë. po, ma pak, normale. Ma pak, Kështu që ti nuk e mbron. Kështu që ti nuk e mbron pemën. Nuk e bën pesë, nuk e ke mjaftu. Nuk e kemi aftu. Nuk e ke mjaftu. Pra ke edhe më pak Ma preparat pak helme, kimik. ma pak helme, Po. edhe ajo nuk o mjaftu, Po. edhe dhe kryohen insekte. Po punimin me çfarë kryen? Punimi kësaj i bëhet frezimi, Po. 2 frezime, 2, zakonisht 2-3, dhe ma tepër se 2-3 nuk ka që do mungje, se s'keqet ose ata qimzët e ronjë, ata i ka hapër këti edhe, kështu që nuk ka, Me frezë. me frezë, zakonisht me frezë. Po. Po këtu mezet e këtu. Këto meze Ka këtu, mezeve. edhe meze ka, po nuk vetë me krahë. Se sot dhe që vjen frezë me sposim, po nuk e rrisës, nuk të lënë lastarë, nuk të lënë degët. Po mirë, domethënë për vite tjera për shembull ti nuk do bësh me një për shembull që këtu ke mezi, siç e pasin në Greqi. Po, Këtu ke mezi, mos lejosh degët që të kryqëzohen. do pritën do. To do pritën. Me qëllim që të kalojë. To do pritën, të po. hapen. Do një ditë pritën, do bimëve. pritën, pa tjetër dëllimisht që do Po, pritën. do pritën. Do pritën nga mërën e këto do pritën. Po. Kurse, bime me bimën, Bime nuk me ka bimën, problem, nuk nuk ka prish problem. shumë. Po. Po, pema me pemën, do ndi, Po. pema me pemën, kjo, për Ja. shembull, ky lastar, ky do pritën. Do pritën dhe do zhvillohen. Do zhvillohen ta tjerë që bashkë, po. Këtu që Po, të afrohen. ta afrohen me tjetër, ana tjetër me tjetër. Me qëllim që të kesh. Që të ketë variant të mjetit heci i lirshëm, Të cilës. se pe lastar, kur mjeti aty, se zakonisht e thrinë edhe para fangët e zëtori. Ata kapin, se tjetër si pa para fangët, zëtori heci i lirshëm do. Mund të ketë zëtor pa gabim, do. Po, zëtor pa gabin. Jo, zakonisht zëtori janë pa gabin. Po. Unë për momentin, kam zëtorë
se ka punu në semetoj shumë vite, edhe dhe më thonë, jo, qa është zanati djetit hekat, masi kam ikë 71 jam ngajt në ushtar, jam ngajt marin, kam ikë marin, edhe kam ikë në flotën detar, kam ikë në marin, edhe kam po motoristë atje kam qenë, me 4 siderus, Sarand. Dhe më thonë, u bona profesionist. Gjithë këto, këtë blok që keti me 6 dhe me sa. Me qaj, merë punëtore, po i... Jo, absolutisht jo. Me gruan? Bashkë me gruan. Vetëm jo dy keni jeni... Nuk kam besim, jo, me dy. Fuzatorin, duke vjen, gruja bon rregullimin e agat, si se marrë agat, dhe më thonë, i shikon kokrën që nuk ka për të fut ke agat atje, dhe më thonë, ka njëra se keti nej diçka të vogël, nej të vramë, ose nej si të hushmo, nej mund të ketë kap nej krem, nej diçka, që nuk është e përshtatshme për ta vendosur të argët. Me fjetë i boni vetë? I bëjmë vetë, pa tjetë i bëjmë vetë. I bëjmë me sistemime me rjeshta, zakonisht me rjeshta për eksport. Jo kështu kape hjedhë këto ru. Po ku e qoni prodhimin e vetë? Janë hapta pikët e grumullimit, zakonisht, pikët e grumullimit janë haptaneze. Ka këto në peqen pikë grumullimi? Ka pikët e grumullimit, ka. Që e grumullon, Po, ka pikët e grumullimit. Si dole vjetë me tarë? Shumë mirë. Shumë mirë. Vjetë si vjetë, nuk ka bova ki, dhe më thonë, e lojtë shmimi. Sa i qetë shmimi mesatar? Shmimi mesatar ka qenë këtë që në gjenë leki 1000 lekë. 1000 lekë vjetë, dhe më thonë. Shumë këtë vit i me se që të dali provoja. Po si krasim prodhimi si vjetë? Pa mësit se kjo nuk janë të më po ti e parashikon në krasim me vjetë. Si e ke prodhimi si vjetë? Më të mirë si vjetë. Parashikoj, nëse dhe heci tregu, kam qëtë manizator dhe më zonë këtë vlerët majë, tjetë bëj fuqishën, tjetë fuqishën motorike, pa tjetë. Kështë që ku ke mjetin tatë, ku i ke vejla agregate tuja, e bënë ko do vetë, ka dhe më hanë ushimi gjehorë, e do në darkë. Sepse, është shumë i egrë, a i me bënë, dhe më hanë me djilë, a gjekë komplet. A gjekë. Do në darkë. Kurse ta specicitet tjerë, mos nej, e nej merimonga, do në direkt. Merimonga do në direkt. Mos nej, për krymi jo, për hihe vrugë, këta nuk ka problem se qëllarë. Po zakonisht, që i bënë edhe që mjes. Veri, urdo. Pjeshkët, të më thonë, nga natyra, kërkojnë ujë. Kërkojnë ujë. Nuk them se mund kërkojnë shumë, po kërkojnë ujë, pra du në ujë. Pa tjetër. Në sheti kam bënë da, Po se ku e merë? Na vjen ujtë nga shesa. Nga shesa, me kanal? Zinjet. Zinjet bënë me pritë shkomini tje. Nga shesa, edhe na vjen dhe shkon deri gati në kurte, apo sa në brega. Në fund, farë. Pa tjetër. Kene në që të shtosh, apo s'ket tokë? Jo, tokë, kom ose kam tokë, nësë të barazej tokë, nuk e përbëllet do të mos, se kam edhe 2 hektarë tjetë, që dhe shpat në moment dhe ishme gjenë. Që e ke ato? Atje ke mullinsh, ka i si. Mullinsh dhe ka si? Po, e ka ma shtetit, sa ka i si ke? Kom gati hektarë. Hektarë? Po, hektarë. Ke fillu t'i vjertë përsa? Pa tjetër. Po vetë i vjertë me gruët? Me gruët. Desa kom mjetin, s'kom që du, nuk kom. Mjeti është kresorja. Si o gjendje ka i sive si vjetër? Shumë mirë. Pa i bane punën, në zdoj jo bane. Ka prodhe? Ka prodhe, pa tjetër. Pa. Ja, të regon vetë fakë, ja. Po ullinshtë? Ullinshtë në supër. Unë ka bos me kati. Po, kesh, dje me qonë me tje. Se i bone një friz, para ka dhe bezdiq. Edhe i pa më ram, i kam bos me kati për pamuzën, për shumë për lojt. Edhe një specisit tjetër, nuk më kujtohet që kanë kene. Ushyzje horë, se do e këtoshin disa pëldje që atje ullinjështa, se edhe ullinjështa ike më nga Mosvenit, edhe përma ike nga Mosvenit. Po, që variteti ke? Unë që kam 3 lloj varitetash. Variteti parë, Koroneku, i dyti është Potornjaja, e kam marrë këta, se kam me sëllë këtu këta, gëzë pashe, këta qonë ke pashe të në të tish, edhe
Liçin, frontoj. Lecini që shane? Liçin i mirë, po vojnë nuk e ka, vojnë nuk ka atë si s'ka. Sa përqind jep vaj lecini? Këtë vit Liçini dha 17-18. Vitet tjera 15. 15-14, aty var vitet, 3-14 litër, po kujtet. Po kështu për të prodhuar, atë te ka njës për të prodhuar i vit? Jo, Liçini jo, për frontoj, a qik sert. Frontoj, po. Edhe rëzohen shpejt ata? Rëzohen shpejt, pa tjetër. Liçini nuk bi. Ja, nuk bi. Frontoj bin, Kornegu nuk bin. Kornegu nuk kam vetë këtë vit që kaloj, kam bjerë në ata të 22 dhjetorë, se prisë që unë e kënë 10 vite me gjenuse, e kemi e khashët i fabrikës. Po pa të mosina, nëna 4-5 vjeli më dhejshëm, e na e larë pak gjishtë. Po, Kornegu çdo vit ka dhënë? Çdo vit. Me çdo vit. Me të njëjtën Njëjtën ritëm. Po njëjtën, vetëm ai lëkhet. Kornegu nuk lëkhet. Nuk është mund të unë shika dhe një mene se ka pas vjetë ma shumë atë mund t'japi qikë si mirë, pa prapë si mirë ka në gestron. Ka në gestron. Po që në prek ma shumë që i pëllojt ke bloku jotë, dhe më dhënë, Koronegun, fraptoj në përveqinën. Prek fraptojnë, Liçini. Kurse Koronegun nuk e prek. Nuk e. Edhe këtë Potorjan e prek. Potorjaja është ullin kokërmoh, ose ullin i shekullor, për ka vaj. Mund të shkoj 23 kg, 24 kg, 25 kg. Po kujtën. Po. Dhe më kjo zonë ka përqind e vajt lartë. Ka përqind e vajt lartë. Kalon 20-ën. Po, pa tjera, nuk diskutohat, 20 nuk bëhet fjalë. 20 nuk bëhet fjalë. Unë bane këtë vit, do më thonë, që ham që ne nuk kemi ullin, se ju jini, sa unë qezën edhe Belqin e vizitoj shumë shpesh. Po. Edhe kam pa, po, do më thonë, kem gjojë se ne se kishmë ullin. Prapë kishmë ullin. Prapë të noqim, bon vajt. Edhe për qitë e për vete, edhe për të majtë në vojtë, onë edhe për qitë. Kështu që mirë, kërse këtë vit tjerë, me këtë nërkesi, nuk e di, edhe tjerë, ca blogje tjerë, si kanë shërby, e ne kanë rënë se shiu dominon shumë. Shiu, para në lullet, ta e raj si në lullet. Unë e pata bo para shiu. Dhe më e pata më në masët, parë se si dhe shiu. Që e pata bo para shiu? Ta pra, shumë për lojt. Ato preparatet? Preparatet, 3 lojt paratës. Nuk bona këte hormonin, nuk o përdorë se më ka anë e gejqia, nuk o përdorë hormonin. E kam përdorë në hormonin, se hormoni është i mirë. Pra për të majtë lullet. Ke përshqish vetë moti, po nuk o përdorë, ata përdorë në vidi ashme dhe. Me që si mjetë jenë masë ishë shumë narkumën, nuk e futa hormonin. Tani kjo është gjendja situatë, ja, kjo është përshqilja. Po, kjo deri në fund, po. Në vërtet janë 8 do të rojë e venosi tjetë, venosi dyte, venosi kuq. Kuj ke ma para, ma mrapa? A është ma mrapa e, fillon në rrëna data 5, mojë do bezet bushi, e vazhdojnë të ujtue. Ma i vonë, pa tjetë, ma vonë. Shumë i mirë. Shej pas e të pasra, nuk kanë asë një loj infekcion. Nuk i kam lënë, nuk më bënë, ta jenë bënë me program. Nuk ka kështu që pasi bënë e herë dhe nuk ka nevoj mo, ka program. Ka insekt, apo s'ka insekt, mu zbatoj e programin. Sepse kjo me sekretarët të mund shpive të kamorre. Kështu që nuk i lënë me këto që të insekti që të zjash kohën e spekatës. Se spekati amon të Shumë pasra. Kam i shok mirë që merë vesht me... Konsultoha me... Po jo, merë vesht mirë, shumë mirë, merë vesht mirë edhe nga specicitet, edhe është zene sa agronom. është shumë i mirë. Se ka praktik. Po. Ka i përvoj, shumë mirë. Edhe, pasha milten, unë kemi knojtë i faktikisht edhe me mjellë e fidanëve. Në këtë moment, çfarë shërbimesh po kryeni? Tani për momenti herë për herë jo, dhe herë pinin.
Do ja plenin, prap. Do përdor plenin. Se s'kom që bëj, plenin s'përkatje, s'ka, plenin. S'ke, domethënë këto Të në 2 gjonët plëzore. shërbimet e kohës. 2 gjonët kohës. Kurse këta banën shumë, për shembull, këta i pret, shumë i pastigjet, edhe do më tusa. Gjendjen shëndetësore të bimëve pasë shumë të mirë. E kam shumë të mirë për arsye një, duke ditë. Edhe, si që shoh unë, ka shumë Lëmarka. marka Po, që vitin që vjen ti do kesh parasysh. Unë do t'ju rekomandoja, Po? Nga përvojë jote. nga përvoja, nga eksperienca, nga praktika, që vitin që vjen, Po, ose themi që këtë vit që jemi mrena, po, është bën krasitje pak më e rëndë. Se kur bën krasitje më rëndë, po, atëherë shpërthejnë shpërthejnë lastarët. lësarët, po. Kur bën krasitje më lehtë, Ma letë, nuk shpërthejnë nuk shpërthejnë lastarët, po. Është një lloj. Po. Në qoftë se marrim ujin e pishëm, Po, edhe të çojmë 20 shtëpi, atë, dhe ndërkohë, domethënë i presim ujin në disa shtëpive, tubi E, ujit do shpërthejnë fush. pa tjetër. Pra, Po ajo tjetër. është shpërthim nga energjia që Nga energjia që ka, nga fuqia që ka. Pra kjo ka pas Kjo- fuqi që të çojë edhe më Qoja tepër edhe kokra lëmarka, po, për këtë lloj pune. Po, Kështu që ti do i krahasosh, domethënë, pema që është e shnetshme, do krahasitet ja, kemi varietetin tjetër po, aty. më lehtë. Kemi varietetin, dalim nga varieteti Ashtu. tjetër aty. Kjo Venusi tjetër, po rezultat po je. Kjo Venusi tjetër, mund tjetë 5-6-7 vjeçare. Edhe më jep, jo më pas 10 ton, të 100 bimje. 100 bimë. Po. 7 ton, 8 ton të unë i marrë sës banë. Po, Kontar për bimë. po. Kontar për bimë. Po. Këto që kanë si tip mandarinash. Kjo- Asoj, më falë. si Kjo tip nektarin, nektarina. kjo Apo nektarin pura, kjo po, nektarin pura. Po. Kjo është nektarin që unë kam marrë shez, këta tanë beqiri, Po. me Samia që punojnë me datë e birë ato. Edhe jam shumë i gjallë me fidanë. Po. Edhe ka Sa vjeçare ke këto di? 5-6 vjeçare. Po. Po prapë nuk janë shumë vjetëra. Jo, Vjetëra. po i 10 hanë. Po. Ta duhen të hanë, se çdo pemë pa nuk honë, nuk jetë. Ja, nuk jetë. Po, kote më, nuk bëhet jo për hatër. Nuk bëhet jo për hatër. Gjë këllëzim që ka shpërthy, Po. ka shpërthy në ushqimi. Po, Se patjetër. duke që shi lastarë. Po nuk zori lastar, Po, kjo. se gjethja, lastari rrit kokrën. Lasari dhe Shi- kokrë një po në thonë dyta se tregon që shi sa kokrë. po, tregon që ka fuqi. Ka fuqi, shi sa ish kokra. Dhe lastarit do t'i lësh si Po mas, gjithja se do Ja, përpunoj ushqimin jo. gjithja. He. lastari gjatë. Do mund të, është lastari gjatë, si shonë kjo për shembull, mund t'i lësh kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, po kemi lënë që të rëndu më ndesë këto, kjo lloj varietet arëzon edhe vetë. Po. Po, me që kë ka Ha, ushqim. kokrat. Ha? Kokra thuti. Arëzon vetë kokra, unë vetë varieteti arëzon edhe vetë. Po rallimi ke bo E besoj. kam bërë rëllim, kam marru rëllimin. Po. E kam marru rëllimin. Edhe i kemi lënë që i në kesë faktikisht, në çështja, Po. se kjo arëzon e vetë, por mas gjene që jo është, gjene fizike. Ja, rregullaj për atë. Është i rregull. Ja bogati të arxoj atë. Ja, kjo. E ka bogati të Po ka arxoj. bogati të arcoj, pa Po. tjetër, ja. Po. Arëzona. Ma i pastron në vetë, i pastron Po në vetë. bine, nuk kishtë nevojë këtë shumë, bit. Po këtë ti e ke, Po, unë e kam. se kemi atë kashi, Unë ka si, kjo ka si një viti parë. E këta e ka marrë papikisht, kësë miu, Stefani. Edhe, vjen ka si të dyta, të kuqe. Po varieteti kuqe. po kemi atë vjetë që Këtë vit, ja, këtë vit, e? këtë vit. Kemi fillu gëzaro, Po punove, po punove. o punu me traktora Tronti, ka punu me 2 vesh kjo. Qilizëm. Të ndëruar të rishikus, si që dhe në ndoqët, ne sot kemi qenë në lagjen Qelipies, të fshatit Kurtaj, Gjocaj, bashkis Peqin, apo të rrethit Peqin, dhe në fermen e zotit Gjilaver Hoxha.
i cili kultivon rreth 7 dylym pjeshk, po ka dhe kajsi, ka dhe edhe kumlla, ka dhe ullim. Pra ka gjitha kulturë bujqësore, dhe të cilët, siç na tha në takim, ky i përballon vetë të gjithë këto lloj shërbime. Atëherë, unë në emër televizionit Berësh TV dhe në emrin tim personal e përgëzoj zotin Dylaver. Falenderoj unë juve. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i sotëm. Faleminderit për vëmendjen, miru takoshim herën tjetër.